I nderuar Ministri i Punëve të Brendshme, i nderuar Drejtori i Përgjithshëm i Zjarfikseve, i nderuar Drejtori i Mbrojtjes Civile zoti Çako, i nderuar zoti Brate. Të nderuar pranishëm dhe Zjarfiks. Kam kënaqësinë sot të jem mes jush për të shprehur respektin dhe mirënjohjen për një nga shërbimet më të rëndësishme të sakrificës që ju bëni në vend. Puna juaj nuk është thjesht një detyrë, ashtu si misioni i policisë së shtetit, edhe misioni juaj është në shërbim të jetës dhe pronës së qytetarëve. Në çdo rast emergjence, në çdo vatër zjarri, në çdo situatë rreziku për jetën dhe pronën e qytetarëve, ju keni qenë në vijin e parë me guxim, me profesionalizëm dhe me përkushtim. Ngjarja e fundit, zjarri tek pallati, tregoi edhe një herë rëndësinë e bashkëpunimit mes institucioneve dhe koordinimin mes tyre, me emergjenca civile, me pushtetin vendor për të bërë të mundur një reagim të shpejtë, evakuimin në kohë të banorëve dhe minimizimin e pasojave. Çdo sekond është e vlefshme në reagim, në kohë dhe është çelësi parandalimit dhe neutralizimit të zjarrit dhe garancia për të shpëtuar jetë. Ndaj, policia e shtetit e konsideron këtë bashkëpunim me shërbimin Zjarfikës, me emergjenca civile, me urgjencën kombëtare, si një partneritet të domosdoshëm në garantimin e jetës dhe pronës qytetarëve dhe nga fatkeqësitë e tjera në përballimin e këtyre emergjencave. Ne do të vijojmë të forcojmë këtë bashkëpunim, duke ndarë përgjegjësi, kapacitete dhe angazhim të përbashkët në shërbim qytetarëve. Tashmë fillon sezoni i verës dhe rreziku për rënien e zjarreve është më së shumti evident. Dhe policia e shtetit ka filluar punën më herët në drejtim të marrjes së masave parandaluese. Kemi filluar të marrim kontakt me administratorët e njësive vendore, kemi filluar të njoftojmë të gjithë blegtorët që janë në territor dhe që kanë marrë kullota në përdorim apo pyje, ku në rast se bie zjarr ata duhet jenë të parë në territor dhe të bëjnë njoftimet përkatëse tek ne. Jemi të vendosur për të çuar para drejtësisë të gjithë ata që me dashje apo nga pakujdesia shkaktojnë zjarr duke rrezikuar jetën dhe pronën e qytetarëve. Në përfundim, dua të shpreh edhe një herë vlerësim për çdo efektiv Zjarfikës që shpesh në kushte të vështira dhe përballë rrezikut real vijojnë të kryejnë detyrën me dinjitet dhe përgjegjësi të lartë, bashkarisht me të gjithë punonjësit e policisë shtetit. Ky është një mision fisnik, t'ju shërbejmë qytetarëve në çdo situatë dhe duke rrezikuar jetët tona. Ju falenderoj për punën dhe sakrificën që ju bëni çdo ditë.